Përshëndetje shenja peshores, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizmë oracle. Në gjendjen tuaj personale kemi vdekja, gjykimi, faqa e shkopimve, hëna. Kjo javë për ju nis me kartën e transformimit, që është vdekja, e cila tregon se mund të ndiheni gati të mbyllni një kapitull që nuk ju përfaqëson më. Flitet për një proces të natyrshëm ndryshimi, ku disa zakone, ku disa bindje ose disa mënyra të menduarit nuk kanë më vend në rrugtimin tuaj. Karta tregon se edhe nëse fillimisht ky transformim mund të duket i vështirë, ai krijon hapësirë për diçka më të përshtatshme me atë që ju jeni sot. Kjo energji pasohet nga gjykimi, i cili sjell një moment ndërgjegjësimi. Mund të shihni një situatë nga një kënd vështrim krejt tjetër, ose të kuptoni se është koha të falni veten, të lini pas peshën e së kaluarës, ose të merrni një vendim që ndoshta e keni shtyr prej kohësh. Pas këtij çlirimi, shfaqet faqa e shkopinjve, duke treguar se brenda jush lind sërish dëshira për të provuar, për të eksploruar dhe për t'ju afruar jetës me më shumë kurreshtje. Mund të ndiheni më të motivuar ose më të motivuara për të nisur një ide të re, ose për të bërë një hap që më parë ndoshta nuk do të kishit marrë diçka të tillë në konsiderat. Megjithatë, rrugtimi përfundon me hënën, e cila ju kujton se jo çdo përgjigje do të vijë menjëherë. Edhe pse ju keni hyrë apo mund të hyni në një fazë të re, mund të ketë ende pasiguri, mund të ketë ende pyetje që kërkojnë kohë për t'u qartësuar. Kartat tregojnë se nuk është e nevojshme t'i dini të gjitha sot apo tani. Mjafton të vazhdoni të ecni përpara me besim. Në tërësi, kjo është një javë transformimi, ku mbyllja e një kapitulli hap rrugën për një perspektivë të re. Kartat tregojnë se edhe nëse disa gjëra mbeten ende të paqarta, ndryshimet që po ndodhin mund t'ju çojnë drejt një versioni më të lirë të vetes. Kartat këshillojnë të mos trembeni nga ndryshimi, sepse pikërisht ndryshimi është mënyra se si jeta krijon hapësirë për diçka të re. Kalojmë tek familja. Në familje kemi Heremiti, 4 monedhat, 3 monedhat, 3 shpatat. Në familje java nis me Heremitin, duke treguar se mund të ndjeni nevojën të tërhiqeni për pak. Jo për t'u larguar nga njerëzit tuaj, por për të kuptuar ndoshta më mirë atë që po ndodh. Mund të preferoni të dëgjoni më shumë se sa të flisni, duke analizuar me qetësi situatat përpara se të shprehni mendimin tuaj. Më pas shfaqen 4 monedhat, e cila tregon se secili mund të jetë pak më mbrojtës ndaj emocioneve ose ndaj qëndrimeve të veta, pra ju ose dikush në familjen tuaj që mund të jetë partneri, partnerja ose ndonjë antar familje. Karta sugjeron se kjo rezervë me 4 monedhat nuk vjen me patjetër nga mungesa e afërsisë, por nga dëshira për të ruajtur ekuilibrin dhe ndoshta për të mos përshkallëzuar ndonjë situatë të caktuar. Atmosfera duket se fillon të ndryshojë me kartën 3 monedhat, sepse duket se komunikimi fillon të bëhet më i hapur dhe secili mund të tregojë gatishmëri për të bashkëpunuar. Pikërisht në këtë proces
3 shpatat tregon se mund të dalin në sipërfaqe ndjenja të mbajtura gjatë, ndoshta një zhgënjim, ndoshta një e vërtet që nuk është e lehtë për t'u përballuar. Megjithatë, kartat sugjerojnë se kjo përballje nuk synon të krijojë largësi, por të pastrojë atë që kishte mbetur e pathënë në mënyrë që marrëdhëniet të bëhen më të sinqerta. Në tërësi, kjo është një javë ku reflektimi dhe komunikimi i hapur mund të ndihmojë në zgjidhjen e çështjeve që janë të mbetura pezull. Unë do të thoja se ndonjëherë e vërteta është më ngushëlluese se sa heshtja. Kartat këshillojnë të mos i grumbulloni ndjenjat, sepse një bisede e qetë mund të ndryshojë shumë. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi mbretëresha e shkopinjve, asi i shkopinjve, 10 monedat, 3 kupat. Dashuria nis me mbretëreshën e shkopinjve, duke treguar një periudhë ku vetbesimi, magnetizmi dhe një fazë ku dëshira për të shprehur ndjenjat mund të jenë më të forta se zakonisht. Pra, mund ta shihni veten më të sigurt ose më të sigurta, pa dallim gjinie. Mund të jeni më të vendosur në atë që kërkoni dhe më pak të prirur të pranoni njerëz apo raporte që nuk ju përmbushin. Nëse ju jeni meshkuj, atëherë për disa nga ju, kjo energji me mbretëreshën e shkopinjve mund të manifestohet edhe përmes një personi me tipare të zjarrta, që zakonisht përfaqësohen nga shenjat e zjarrit, dashluan ose shigjetar. Kjo energji ushqehet nga asi i shkopinjve, i cili sjell gjallëri, sjell pasion dhe një dëshirë të zjarrt për t'i dhënë jetë një ndjenje ose për të rigjallëruar ndoshta edhe një lidhje ekzistuese. Kartat tregojnë se emocionet mund të marrin vrull dhe se iniciativa mund të luajë një rol të rëndësishëm gjatë kësaj jave. Më pas shfaqen 10 monedat, duke treguar se kjo energji nuk mbetet vetëm në nivelin e tërheqjes pasionante. Ajo mbështetet mbi dëshirën për siguri, mbi dëshirën për besim dhe mbi ndërtimin e një lidhjeje që ka perspektivë afatgjatë. Për ata që janë në një marrëdhënie, kjo mund të jetë një javë ku ndiheni më të bashkuar ose ku bisedat për të ardhmen marrin një peshë më të madhe. Ndërsa për beqarët, kartat tregojnë se mund ta shihni dashurinë me më shumë pjekuri, duke vlerësuar lidhjet që ofrojnë stabilitet dhe mirëkuptim. Interpretimi përfundon me 3 kupat, e cila sjell lehtësi, gëzim dhe më shumë afërsi. Mund të ndani momente të bukura me partnerin ose partneren, të ndjeni më të çliruar ose më të çliruara emocionalisht, ose të shijoni shoqërinë e njerëzve që ju bëjnë të ndiheni mirë. Dashuria këtë javë duket se nuk ushqehet vetëm nga ndjenjat e forta, por edhe nga aftësia për të buzëqeshur, për të festuar arritjet e vogla dhe për të krijuar kujtime të bukura së bashku. Në tërësi, kjo është një javë shumë premtuese për jetën sentimentale, ku pasioni, besimi dhe stabiliteti mund të ndërtojnë një bazë të fortë. Kartat këshillojnë të ushqeni lidhjet që ju bëjnë të ndiheni të vlerësuar ose të vlerësuara, dhe ato lidhjet që ju bëjnë të jeni vetvetja. Kalojmë tek puna. Në punë kemi mbreti i monedhave, 8 kupat, 2 shkopinj, 9 kupat. Në fushën profesionale
Java nis me mbretin e monedhave, duke treguar se mund të ndiheni më të sigurt ose më të sigurta në aftësitë tuaja, ose të përqendroheni tek stabiliteti dhe tek rezultatet afatgjata. Karta sugjeron se kjo është një periudhë ku përvoja, durimi dhe vendimet e menduara mirë mund të japin fryte. Megjithatë, menjëherë pas kësaj shfaqen 8 kupat, e cila tregon se mund të kuptoni se ndoshta një projekt, ndoshta një mënyrë pune ose ndonjë objektiv i caktuar nuk ju përmbush më si më parë. Pra mund të ndjeni se është koha për të lënë pas atë që nuk ju ndihmon më të zhvilloheni. Dhe kjo ju çon te dy shkopinjt, ku ju filloni të shihni më larg se e tashmja. Mund të mendoni për plane të reja, ose mund të mendoni për zgjerim të horizonteve, ose mund të mendoni mundësi që ndoshta deri tani i kishit lënë vetëm në atë nivelin e ideve. Kartat tregojnë se vizioni juaj për të ardhmen mund të bëhet më i qartë. Interpretimi përfundon me 9 kupat, e cila sjell një ndjenjë kënaqësie dhe gjithashtu përmbushje dëshire. Mund të kuptoni se vendimet që merrni tani ju afrojnë më shumë me atë që ju dëshironi vërtet, dhe mbi të gjitha që ju japin arsye të ndiheni krenar ose krenare për rrugën që ju po ndërtoni. Në tërësi, kjo është një javë ku stabiliteti ju jep sigurinë për të rishikuar objektivat dhe për të synuar më lart. Kartat tregojnë se duke lënë pas atë që nuk ju përmbush më, mund të afroheni me një sukses që ju kënaq vërtet. Kartat këshillojnë të mos e ngatroni rehatin me përmbushjen, sepse ndonjëherë rritja fillon aty ku ju guxoni të shihni më larg. Kalojmë në Prism Oracle, ku kemi ekuilibri. Atëherë, balanca ju kujton se çdo ndryshim bëhet më i lehtë kur ju ruani ekuilibrin mes mendjes, zemrës dhe veprimeve.